Rreth 1000 kilometra larg nga poli i veriut është vendosur sateliti më i madh i Evropës veriore, Svalsat. Pozicionimi i satelitit në këtë pikë veriore të globit i jep Svalsatit avantazhin që të jetë i vetmi satelit komercial me bazë në tokë i aftë për të mbajtur kontakt të plot me satelitët që ndodhen në orbitë rreth polit. Një prej këtyre satelitëve është Envisat, që transmeton informacion për fenomenet e natyrës si B15, icebergu gjigant që u shkëput nga masivi akullnajor i Antarktidës në fillim të vitit 2000. B15, që është vendosur tashmë rreth 1000 kilometra, i ka bërë shumë njerëz të besojnë se ka qenë rezultati i ngrohjes globale. Një fenomen me përmasa të tilla vën në parë nevojën për një përgjigje më urgjente ndaj përshkallëzimit të këtij problemi. Në vitin 2001, një studim satelitor i NASA-s arriti në përfundimin se shtresa akullnajore e Groenlandës po hollohej nga 1 metër çdo vit. Por kohët e fundit, ndërkohë që kushtet e motit kanë qenë të këqija në shumë zona të globit, një studim i ri ka regjistruar hollimin e kësaj shtrese 10 metra në vit dhe në disa zona edhe 1 metër në muaj. Në qoftë se çlirimi i gazit karbonik dhe ngrohja globale vazhdojnë me ritmin e tanishëm, ka shumë mundësi që shtresa masive akullnajore e Groenlandës të zhduket brenda mijëvjeçarit të ardhshëm, fenomen që do të sillte ngritjen rreth 7 metra të nivelit të oqeaneve e që do të bëhej kërcënim me pasoja katastrofike për vendet e ulta. Studime si ky tregojnë se sa e dëmshme është ngrohja globale për planetin ton, që ka të ngjarë të përkeqësohet nëse shoqëritë njerëzore nuk ndryshojnë stilin aktual të jetesës. Banorët e Nepalit po ndjejnë drejt për drejt pasojat e ndryshimeve klimatike. Në lartësitë e Himalajave, shkrirja e akujve po bëhet kërcënim jo vetëm për ata që jetojnë në lugina, por edhe për burimet e ujit të pishëm për 10 miliona banor. Të njohura si çatia e botës, akujt e Himalajave janë burim uji për 2 miliard njerëz. Këto male janë 4000 metra të larta, por ato nuk kanë shumë dëbor, ndërsa dimri është duke u bërë më i ngrohtë, rezervat e ujit po paksohen dhe nëse ritmi i tanishëm vazhdon, për këtë fshat do të ketë ujë vetëm për 30 vjet. Shkrirja e akujve dhe dëborës i Himalajeve po krijon liqene glaciale në lartësitë e maleve që janë në rritje e që po bëhen tejet të rrezikshëm nga madhësia e tyre. Deri tani, 20 liqene konsiderohen të jenë tepër të rrezikshëm, pasi rrezikojnë të thyen digat e tyre natyrale dhe të përmbytin fshatrat nën to. Por me shkrirjen e borës dhe akujve të Himalajave, me një ritëm më të shpejtë se asnjëherë më parë, përmbytjet mbeten vetëm çështje kohe.